forevermore. Jo, ka votu? Are all I long for, all I worship. Okay. In other words, please be true. In other words. Faleminderit që jeni me ne në këtë orë të vonë. Jemi gati tani për të mësuar se cili do të shpallet imun nga zgjedhja e fermerëve tanë. Ju lutem mundsoni lidhjen me fermën. Atëherë, është momenti të mësojmë se kush do të përftojë nga votimet që janë bërë sonte, kush do të shpallet imun nga votat tuaja. Unë do t'i kërkoj ju lutem kryefermerit, visit, që të hap kutinë e votimeve. Do i jashu ju vetë, dhe më thënë, unë i lexoj dhe... Ti i lexon dhe ne i mbajmë shënim. Po. Blerina. Po, lexoj kush e ka votuar, apo jo? E do dhe emrin? Po, kush ka votuar për Iliri Blerinën? Blerinën. Kush ka votuar për Blerinën? Iliri. Iliri ka votuar për Blerinën. Një vot për Blerinën. Fabiola Gresën. Fabiola ka votuar Gresën. Një vot për Gresën. Romiri Sonin. Një vot për Sonin. Indri Vanesën. Një vot për Vanesën. Blerina Sarën. Një vot për Sarën. Soni për Blerinën. Blerina. Sara për Vanesën. 2 vota për Vanesën. Henry për Romiri. Romiri. Moza për Bujakën. Bujaka. Bujaka për Mozën. Okej. Gresa për Fabiolën. Okej. Vanesa për Indrin. Në rregull. Dhe unë për Sarën. Në rregull. Atëherë, në mos u gabofsha, kemi Blerinën me 2 vota, Vanesën me 2 vota, edhe Sarën me 2 vota. Jam në rregull? Po. Okej. Atëherë, të treja vajzat fitojnë imunitetin. Të gjithë të tjerët shkojnë në televotim në ditën e premte. Pra do t'jetë një televotim që do t'hapet sonte deri në ditën e premte. Kë doni të shpëtoni? Deklaroj zyrtarisht televotimin e hapur. Shohim se kush do të shpëtoj dhe pastaj ata që do të mbeten do të shkojnë në sfidë. Sara, Vanesa, Blerina e prisnit? Si? E prisnit? Jo, unë nuk e prisja, se visi po numëron ditë që unë të dalë, nuk e kuptoj. Dashuri dhe urrejtje. Ha, vis, keni që përsa? Qa thot vlajat? Blerina? Jo, as pak. Bëhet qefi? Shumë. Se janë Okej. 2 persona që vlerësoj shumë, kështu që i falenderoj. Vanesa? Asu nuk e prisja, po e kam nga 2 dashurit e mia, nga Lulja ime dhe nga Indri. Po pse nuk e prisje nga Indri, apo do voton të Jo, Indri nga dhe Indri, tjetër? nuk prisja që të isha në këtë lloj pozicioni, mendoja që do të isha edhe unë në televotim, Okej. por kuptoj. nga 2 dashurit e mia, po. Po. Janë 2 njerëzit cilët unë vlerësoj më shumë në këtë shtëpi, edhe ndihem shumë mirë që më vlerësojnë mbrapsh. Do doja që edhe Vanesa të më vlerësonte njësoj, por nuk ka problem. Do ju lë të diskutoni hatër vetjet me njëri tjetrin, do t'ju lë të diskutoni, sepse do të pres Adioni tani dhe nuk kam më kohë për ju, mbyllim lidhjen me fermën, dhe me një duar trokitje do ta mirëpresim në studio të eliminuar në kësaj nate Adionin.
Uami mami. Kusho këtu. A shkreti foli Ermali, ta përqofi Ermali. Patjetër. Ermal Mamoqi! Këtë se shme po të Okej. Do zëmë, ne. Ma bëni Allah, të më ngusë pak. Ma bëni Allah. Vërë Angel. I'm sorry, ma bëni Allah, se kam qeni qik me njerë, pa po se kam posë për gjë. Mos e vritojnë. Faleminderit shumë. Në ty fola, po. Faleminderit shumë. Armina është mërzit shumë. E di, fola. Armina është mërzit më shumë nga Fola, tjerë. kena vojt bashkë forës. Ishit bashkë, ë? Ku ishit bashkë ju me? Që është që ishit bashkë? Hajde, Adi. Kush mi ka mërzit vllazit që atë? Janë mërzit, me gjitha të Kush mi të ka kanë ndjekur mërzit? me shumë emocion, ka qenë edhe shumë e gjatë ajo hapësira kur unë do duhetoja emrin sonte dhe i shikoja portretet e tyre gjitha ankth. Është mërzitur, ë? Kush e keni bo qikës? Pse është mërzitur, mendon? Më shumë. Puna që më kanë rej. Po? Kanë rej me fshisë. Po? Ja, për që më dalë. Duket tamam e dërmuar, ë? Qa mendon se do të ndodhë me të, me lojën e saj? Ka më bo shumë ma fort. Mendon? Yes. Ola është shumë ma fort. Është e fort. Qa ndodhi me ty? Së di, e pat vetë, do 2 net të fundit e fakiri kënë që ka sulmu ndo vene kone nuk mu isha më majtë. Kaq, që në ashtë më shprej keq, po se kom pas më të keq. Se ke pas me të keq. Armina, ku gaboj më shumë, në qoftë se i bëjmë një përmbledhje të gabimeve të Adionit, cila ishte pika e pafalshme? Mendoj thjesht ditët e fundit, pavarësisht shqetësimit vetë që ka pas kundrejt Mozës, mendoj që reagimet kanë qenë pak të egzageruara dhe mendoj që kjo ka qenë arsye që publiku nuk e ka toleruar, sepse qoftë nga fjalët, qoftë nga luftimi drejt për drejt me Mozën, si një personazh që është goxha i preferuar në publik, mendoj që kjo gjë e ka ullur ato pikët, le Ju të themi. e keni krijuar një perceptim që ajo është e preferuar në publik, apo jo? Po. Dhe pse ju e keni aq të pa preferuar aty brenda? Domethënë, çfarë është, ja bëra këtë pyetje edhe Donës. Është e Çfarë është që frikshme. nuk po shikon publiku? Nuk di me ta spjegu. Unë ju më thonë, nuk mundet, nashta jashtë nuk doket që ashtu vishmana është e prekshme më najtë të më dhonë me ta, me një Pse? shpi. Po se që shto, të më dhonë që shumë konë të najtë më karo njerë shuplau, mas ne edhe njerë shuplau, këta shëmra me pshes, po mënyrën që shi spjegon gjanat, e bën në humor, edhe mas ne njerëzve ju doket që fani, po still. Angel, Nuk e di që shoka shijet jashtë, po mrana është shumë keq. është e vështirë të jetosh Shumë me e të. vështirë, shumë e vështirë. Sepse çfarë? Ajo Unë thash edhe ma herë, ngacmon shumë toleron, keq, ngacmon shumë keq. Ngacmon Edhe keq. i ka fjallë shumë. Që i thot edhe nërzo që mes mini publiku, mini vishname, na prek neve, nerv, edhe mas nejna del thot, wow, në si thasha si gjo. O still. Pra Unë tha- manipulon në mënyrën e saj? Manipulon të mërësisht bukur. Angel, që mendon ti për këtë lojë të Mozës, për këtë që thot Adioni? E disha ka më thonë, E do ta dëgjosh mendimin tim apo? po tash po. Si fillim, doja të përgjigjesh atë pyetjes parë, ku gaboj? Gaboj që nuk e ndoqi më intuitën e ti, gaboj që nuk e ndoqi më zemrën, gaboj që dëgjoj Ilirin. Zemrën e ndoqje se... Jo, nuk e kam në çështjen sentimentale. Okej. Unë e thash edhe para se të vinte Adi, që mua më pëlqente çiltërsia e tij, zemërgjërsia, pra ca vlera që realisht mezi presim të shohim, sidomos tek një djalë. Sidomos tek një djalë i ri, dhe mua më pëlqeu kjo gjë. Dhe pavarësisht se Adioni thot këto gjërat për Mozën, unë kam përshtypje që Moza ishte ndër të vetmet aty që kanë nxjerrë më të mirën tënde. Dhe fatkeqësisht dhe më të keqen, deri diku. Sepse unë nuk e di se si është Moza brenda, çfarë ju thot që ju ngacmon kaq shumë. Është e Po frikshme. më vjen keq që s'jeni munduar ndonjëherë ta shihni me sy tjetër atë që ju thot. Kom folun e me Mozën edhe me një ju mul me fol me ta, ka fol shumë bukur, shumë mirë, kena fol nesër me mbi shëndroj, mas ne apet vazhdikim e kësaj ke natë lojën e vetë që jashtë nuk u ka Po të do mirë, keq, nga ana strategjisë ju për shembull, nuk e kuptoni që kur ju merreni vetëm me një person, ai person vetëm bëhet
më i fort, Po, e më di. në vëmendje. E di, po unë nuk ka që kum pas loj me shku të kjo. Si marrë me dikë tjetër. Po se s'ju marrë unë s'kum bo loj aty heq. Po pa të kalëgjej, të më thonë qëto 2 natë e fundit, i ka folë do fjallë që s'kom mujtë më majtë une. Se nuk ka që ju marrë unë e kum sulmu. Por në qëfëse do e ktheje mbrap të kohën. Njëjtë kisha bo. Kjo është pyetja. Njësoj. Adion, unë mesoj që, me thonë drejtën, ndoshta mund t'jetë se perceptimet janë të ndryshme, kur je brënda, si ne që jemi jashtë, nuk i kuptojmë ato, ndoshta edhe juve keq kuptojmë, po ti mua më ke pëlqyer që në fillim, edhe më ka ardhur keq për disa raste ku jemi mos keq kuptuar, siç themi ne kështu me humor. Apo një gabim tjetër që s'ta ka dëgjuar fjalën ty. Po. Sa të do i them tani. Po ajo që dhe për mendimin tim ke qenë një nga finalistët. Do të thonë ne bëjmë sa biseda, duhet të ishte në finale. Për vlerat që ke, për lojën që ke bërë, për ato situata që ke krijuar, edhe për historinë që me sa duket tani në fund filloi zyrtarisht, nuk e din nëse mund ta quajmë kështu. Po. Pas ka qenë medal që Jo, kjo dalja e fundit, ky finishi ishte si një start për diçka shumë të madhe, që me sa duket u mirëprit edhe nga pala tjetër, më në fund. Po ajo që unë besoj që të penalizoj më shumë për sot, po flas për sot, nuk du të merrem me që u përmend edhe më përpara. Për sot ti goditje më të madhe e ke marrë në pushim, në ndeshjes. publicitet. Në publicitet. Kështu që mendoj, ti do kesh kohën tënde, patjetër ti ke drejtën tënde për të argumentuar, për ta, si thuash, interpretuar në anën tënde dhe për ta shpjeguar pse ndodhi kjo, por mendoj që publiku nuk e ka pëlqyer atë që i ke thënë zonjës, edhe pse dukej si një kundërpërgjigje, por ishte e rëndë ta dëgjoje për moshën tënde, asaj zonje ti drejtohesh në atë formë. Dhe ajo mund të qenë goditja finale që ty të sollin atë karrigës tani. Adion, ndjen një atë sinqerte me Olën? Ndjen gjithmonë çdo ditë më tepër duket sikur jeni ma. Sonte më shumë se çdo herë. Shiko, ti tani ke dalë dhe do përballesh me gjithçka që ka ndodhur. Ke dalë dhe do përballesh me gjithçka që ka ndodhur gjatë këtij muaji jashtë fermës dhe gjithçka që shkruar është aluduar gjatë në portale për ty dhe një këngëtare të njohur, për një lidhje mes jush. Po. A është e vërtet? Jo. Jo. Nuk ka asgjë të vërtet. E kom thonë. Okej. Honest. Okej. Kom folën e për këtë punë dhe e kom ditë që shakan me bo, po kanë thonë edhe ma herët. Po, jo. E më ka di edhe për kone ki, e kom shumë shoqe edhe familjen e vetë, e kom shumë që rri shumë me ta, kështu që... Okej. Tani ke sy vetëm për Olën? Po. Okej. Gresa u mërziti ashtu shumë, a? E kom shoqe. E ke Na punu shoqe. shumë. E duke se e keni një aleancë me Gresën, e kishit pak të ndekot e fundit, një aleancë që nuk ju bashkua Kosovës bujak, a? Që mendon për të? Se di. S'kom na e farë, kështu. Ai që nejse, ai u hi mirë, se u hi pak ma vonë, ka pa kush ka qysh tek. Dhe u shku të moza dhe u ka lënë mja thonë gjdo gja për më shku dhe në finale. Unë se lo vetën ashtu. Dhe unë i kum najt ofër, dhe se ka njësë me më shkel mu, edhe nuk e kum lonë. Dhe më thonë, ma mirë dalë që shtu se sa me najt në kom të mozës dhe në finale. Okej. Adi, do kesh punë këto ditë? Një pyetje. Po. Me vllajën e Fabiolës, si do ja bësh? Si do ja bësh me vllajën e Me Fabiolës? vllajën e Fabiolës, si do ja... Do flasim. S'gjen asnjëri asnjë gjë Ai keqe nuk nga ishte kundra e folura, dashurisë. komunikimi. Ai nuk ishte kundra dashurisë. Ë? Ai nuk ishte kundra dashurisë, ishte e tha ne kundra nuk jemi dashurisë. kundra dashurisë. Ja. Okej. Unë falenderoj shumë që e bërë pjesë, Faleminderit Adi, juve. edhe të uroj gjitha të mirat.